momentin e kemi dikon afër 2 hektarësh, sipërfaqe me sera. E mbaj mend kur kemi folë për digitalizimin e serave me fillu. Tani ishte prej 15 ore ose 1500 metra katror në mënyrë digjitale. Kena investuar dikon për 20 e diçka mijëra, shartimi dhoma e inkubimit dhe dhoma e shartimit. Këtore edhe fidanet gjatë kohës së shartimit janë jashtëzakonisht të ndihshme, edhe futet aty në ndriçim në kushtet lagështisë, të temperaturës. Në Kosovë është e para rrisi, po unë kam filluar në 2013 me përdorë këtë metodën e feromonëve, por sidomos zakonisht kjo është më shumë për insekte. Shartimi i fidaneve të perimeve është një teknikë bujqësore që përdoret për të përmirësuar prodhimin. Të ku jemi në fidanishten, kjo është në mënyrë kompjuterike një pjesë e madhe e pajisjeve dhe na vjen lagështia në shpe, sa është lagështia, sa është temperatura. Për krejt ata që nuk e din, torfa është dekompozim i bimëve, do me thonë gjithë krejt pjesa që jetë e bimëve dekompozohet. Torfa përdoret zakonisht në përvende ku ka shumë minerale, me thonë ashtu bazë, që kanë pH shumë të nalt, për shkak që torfa ka aciditet të nalt, po dhe i ndihmon bimës që me majt lagështinë të rrojt, sepse e ruan lagështinë. Imagjinojeni tash kaq rrojnë ndërsa bima është kaq e lartë. Shumë e bresht. Aja t'jep motiv me punu ma shumë, me investu ma shumë, me i dhonë siguri farmerëve ma shumë. Lagështia e tepërt bimin çdo herë prish. Se tentojnë me i dhonë ujë në kubimin. Menon që veç ujë në zgjidhja, gabimi është aty veç ujë. Kolbin në rrojve sistemit rinjur edhe atëherë mu bima nuk thehet të bon në gjendit që shukon kur. Tash o bo viti 37 për 38 që jem këtë fushë. Ka qenë vërtet e dhëmshme i po krejt ato video që kanë qarkulluar në rrjetet sociale për mënyrën se çysh fermerët kanë tentuar me i pështu një farforme në përserat e veta, bimësinë prej të ftohtit të madh. Kjo është një sfidë shumë e madhe. Gjatë gjithë natës kishin ndezë zjarën brenda në serë të vogla, duke tentuar deri në orët e para të mëngjesit me e përcjell gjendjen. Për këtë ata që nuk e dinë se sa sfiduese është për me u marrë me serat. S'kemi lakmu kur me investu diçka tjetër, çdo cent, çdo para që kena marrë për këtij biznesi familjare, besoj kursimeve, veç në sera kom investu. Unë kom punu në serë hidroponike në 99-2000 në Belgjik. Unë kom ditë ku duhet me dalë, unë kom ditë ku e meritoj me dalë, por në pamundësi. Edhe ku është duke shku bujqësia? Ku do shku bujqësia moderne, me i klasike, se në çdo vjet kom bën ndryshime. Ëndër për mua me pas sera me hekër e lemo digitalizuar edhe në mënyrë moderne. Veç e kom punë për laboratora, ato syth, ato i punu, ato i qitë, edhe as kom guxuar me menu. E mi tha kuj që mas 20 vite vinë në këtë nivel vetë, keni fillu më bosi në shpitone, edhe uroj sukses. Për informacione më të hollësishme në sektorin e bujqësisë, çdo të diel nga ora 17:40 minuta. Fara, emision me Davin Millaku.